Lumturia që flet vetë. Angjelusha Salihu ka ndarë një moment të veçantë për krah bashkëshortit të saj, një buzëqeshje e ndritshme që thot më shumë se çdo fjalë. Ky imazh nuk është vetëm një foto, por një dëshmi e lumturisë dhe energjisë së re që kjo periudhë e jetës po i sjell artistes. Pas martesës dhe zhvendosjes në Zvicër, Angjelusha po përjeton eksperienca të reja, sfida të ndryshme dhe mundësi për të rritur audiencën e saj. Dashuria dhe mbështetja e partnerit e kanë bërë më të motivuar se kurrë, duke i dhënë frymëzim për projekte muzikore të reja. Fansat e saj janë të emocionuar për çdo postim, duke ndjerë lidhjen e veçantë që Angjelusha ka krijuar me ta. Ky moment është një kujtesë e bukur se dashuria dhe lumturia personale janë energjia që na shtyn drejt ëndrave dhe suksesit. Angjelusha inkurajon të gjithë që të ndjekin pasionet e tyre, të mos heqin dorë nga dashuria dhe të shfrytëzojnë çdo moment të lumturisë si burim frymëzimi dhe rritjeje personale. Për t'i ndjekur lajmet me të reja ditore, klikoni butonin subscribe dhe like.